Zoti Konjufsa, me sjelljen që ka pas dhe mënyrën se ka menaxhu kuvendin dhe njëri prej figurave qendrore të lëvizjes vetëvendosur dhe kthy në atë që e tha zoti Pozhari, është një politikan profesionist. Zoti Konjufsa është gjatë Kalibër i moto. Politikan i moto. Dhe është e kujdipër. Është njeriu që i kushton 24 orë politikës. Ky është profili i Konjufsit, po duhet përballja do të jetë mes tyre dy subjekteve politike. Ka dalë se mu më pyti, ose po ta transferoj që ato. Transfera, ma se ki qafti. Po s'do me thonë që kimi aqillu, që aqillajone. S'do me thonë që aqillën të që aqillajone. Mirë, debat po bëjmë, më shkodër, se argumentet janë të ndryshme. Aqillaj, se ti që t'ki qaf një aqillu. Fren, ta ndëgjoj. Aqillaj, ta ndëgjoj. Bonës tha kur gjo, unë e jetësi. Okej, shumë faleminderit. Zoti Konjufsa është një politikan i pëlqim edhe prej kundërshtarëve politik. Që e tha Kenoni? Edhe prej... Edhe thash. Edhe prej... Po pe thamone, pse do të me thonë të dy herë, po të kursej. Edhe prej atyre që mirë aktivesh me politik, po edhe prej masave të njerëzve. Ndaj probabiliteti për me rikthy vetëvendosja krye qytetin... Me Konjufsën është i madh, thoni. Në figure cila besoj që i garanton fitoren. Me duke përjashtuese edhe në legj edhe në çdo gjë, thotë në parem është kështu, po përjashtim mund të ketë me përjashtim ndonjë gafe që mund ta ketë pas, që mund ta bëj, siç e bën zoti Vitia edhe. Po ju thoni që Glau Konjufsa i fiton zgjedhjet përballë për Parim Ramës. Besoj që është figura më e pëlqyeshme dhe më e mbështetën edhe tek qytetarët e Prishtinës. A di çka ndodh? I fiton zgjedhjet, po thoni. Jo, nuk i fiton. Shkon balotazh. Nëse është Glau Konjufsa. Dëgjon. Nëse kandidon Glau Konjufsa dhe për Parim Rama shkojnë balotazh. Dhe në këtë as PDK-ja, e cila është subjekti i tretë politik, ato që thotë ky, tash se po dal çka ndodh zakonisht në nivelin lokal dhe i di përmend këto matematika. Fiton Glau kur shkojnë balotazh. Në momentin që shkon balotazh, Glau Konjufsa fiton, nëse vetëvendosja, tash po i jepsha këshillën miqësore, do me fitu Prishtinën, duhet të kandidoj. Dëgjoj, duhet jo sepse Glau në fakt edhe unë vetë e vlerësoj do të thotë si person do të thotë ekuilibrus në politik, edhe po shihet edhe në kuvend, po mundohet, po unë mendoj që ai nashta nuk ka dhe një uri bashkë adekuate për nivelin lokal, se ato që e shpjegu më herë mund të jetë për politika pak më madhore, por për imazh politik ose për fytyrë karizmatike për të dashur qytetarët, Glau Konjufsa do ishte figura më e mirë e lëvizjes vetëvendosje për të kandiduar për Prishtinën dhe për Parim Rama do thotë nga LDK-ja, dihet që nuk kalon asnjëri 50%, sepse është e pamundur në mënyrën matematikore të elektoratit të Prishtinës në balotazh Glau Konjufsa me dashje, pa dashje, me koalicion, pa koalicion, elektorati PDK-s mund ta mbështesë Glau Konjufsën dhe Glau Konjufsën.